Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në Rezedielli, ja ku takohemi drejt për së drejti në studion ton për të përgatitur recetat dhe për të njohur me bisedat që kemi menduar të zhvillojmë për ju sot. Kemi shkuar në kopshtin, në balkonin e gazetares Rezarta Delisula, e cila sot na rrëfen në një pasion të veçantë të saj, pasionin për kopshtarim, për lulet, për gatimin, për leximin, diçka ndryshe do të mësojmë për saj, pikërisht aty në qendër të Pazarit të Ri ku ajo banon. Ndërkohë në studion ton do të kemi një stiliste të re në mosh, por shumë të talentuar, e cila synon të prekë skenat globale të modës. Do t'jemi pas pak, do të iftoj të na ndiqni, ndërkohë le të shkojmë në kuzhinë, fillimisht të nisim me recetat që ka menduar Albana për ju sot. Dhe ja ku jemi në kuzhinë, mirëmëngjes. Si e kemi nisur ditën sot, që pas kemi ditë peshku sot? Po. Me peshk të vegjël, këtu kemi është hapur, është merkato e peshkut. Mirë shumë, një në javë, 2 herë në javë, rekomandohet që peshku të konsumohet për vetit vlerat që ai ka, por edhe për recetat të shijshme që ne mund të përgatisim përmes peshkve të ndryshëm. Po, recetën e parë... Po, i pres normalisht është këto peshqit që janë peshq të vegjël, nëse sardele, çfarë do lloj peshku i mjafton të jetë i vogël, duke i kaluar në miell misri dhe në tavë. Pra, më e thjeshta e të thjeshtave. Unë faktikisht i kam pastruar dhe jo më kot këto kokat do t'i ziej dhe do t'i lë bulion për supën e peshkut. Po, bukur fort. Pra nuk shënëshkojnë. Kam lënë furrën e kam gjithë të para ngrohur, prandaj dhe po jep ato thithërimat e saj të para që unë jam gati. Largoj dhe laj pak duart. Ja, kemi bërë gati, ndërkohë së bashku, le t'i edhim një sy recetës së shkruar, çfarë përmban kjo recetë. Përdorini peshqit e vegjël, ato janë me më pak ngarkesa, me më pak plastika, me më pak mërkur, kështu që janë goxha më mirë në përdorimin ton. Pra, kemi zgjedhur sardelet, të bëjmë krokante në furrë. Për këtë recetë ju duhen 1 kg sardele të pastruara, 200 gram miell misri, 50 gram miell gruri, krip piper i zi, piper i kuq i ëmbël ose piper djegës, 2-3 lugë vaj ulliri dhe 1 limon për servirje për të dhënë shije kësaj recete. Marr tavën dhe kam miell, gruri, miell misri, sepse unë ka më pak përbërës, kripën, specin e kuq dhe piperin e zi. Një përzierje të mirë. Braja. Kur t'i vendosim në tavë, normalisht duhet ketë hapësirë me njëra tjetrën. Fura e para ngrohur, unë e kam në 200 gradë. Duhet hapësirë që t'jenë krokante, ose kështu kemi dhe të receta, që ato të piqen mirë nga të gjitha anët. Dhe është një peshk që konsumohet si që është me hala, sepse vetë shtylla kurizore ka përmbajtje të lartë kalciumi dhe duhet konsumohet kështu si që është. Shtojmë vajin e ullirit dhe direkte në furrë. E pjekim tavën tonë me sardele, një nga mënyrat më të mira për të marrë vitaminën D, kur themi përmes ushqimeve, që është më e vështirë. Sardelet kanë omega 3, kanë vitaminë D, kështu që na duhet që ti sjellim her pas here ti konsumojmë, qoftë në tavë, qoftë në mënyra të ndryshme të gatimit të tyre. Kështu që përfunduam me recetën tonë të parë, me gatimin e parë për sa i takon ditës së sotme. Sërish kemi prodhime deti, ja të shohim tani se si do t'i organizojmë produktet e tjera, taljera e verdhë, pa taljera blu. Pa tjetër që në fund fare, kërkojnë një spërkatje
Me lëng limoni. Me limonin e kemi këtu dhe e shojmë më pas. I largoj, mbarova nga këto të tjerat. Një gatim, faktikisht, ta quaj risotto nuk quhet risotto. Ta quaj pilaf, me fruta deti, me orizi, me perime, kjo është më e sakta. Të them, paella është më e sigurta. Po le të ngelemi tek oriz, pilaf me fruta deti dhe perime. Çem perimet. Mund të shtojmë misre, mund të shtojmë bishtajat. Çfarë mjafton që të jetë e ngrirë. Dhe ne kur kemi bërë ato zajrete dhe mirëmbajtjen e perimeve, normalisht kemi këto që kemi vendosur në frigorifer. Misri i shkon jashmase, bizelja i shkon, patjetër që i shkon. I shkon dhe i vjen edhe bishtaja. Ju, nëse e keni mix atë qese, mund ta përdorni. Por, përpara qesës që them unë që keni mix, mund të vendosni një tigan me yndyrë, duke shtuar përbërësit e tjerë, avash. Do të shtoj. Qep dhe thelpi hudra. 3 thelpi hudrash. Qepën që e kam ngrirë në rende. Duhet ta lëviz, jo të qëndroj, sepse digjet nga që është tigani shumë i nxehtë dhe tigan të tillë duhet jenë wok ose tigan të gurit më mirë për këtë gatim. Kam frutat e detit, çdo lloj e mundshme frutë deti, tek qepët që unë shtoj direkt tani specin, sepse më duhet diku te 3 minuta ka urdisje. Kam shafran, turmerik, çfarë të doni ju, nëse shafrani është ajo fija e hollë që është, atë mund ta vendosni tek lëngu i mishit. Që të kemi tretjen e duhur. Dhe çfarë ngjyre që jep? Një ngjyrë të artë, tekstuar, të bukur. Sigurisht zbukuron edhe pjesën tjetër të përbërësve. Plus jep super shije. Kam lëngun e domateve. Domatet të cilat kanë kaluar tek grirësja. Oriz, kam oriz kokur gjatë, shumë mirë mund të merrni dhe një oriz që është nuk shplahet orizi. Pra kjo oriz nuk shplahet. As nuk i vendos limon, sepse më duhet të jetë i tillë dhe të krijohet dhe të vishet nga pjesa e niseshës që ka, duhet të vishet, të japi atë shkëlqimin e duhur. Pra është hera e parë që unë them nuk shplajmë orizin, sepse janë vetëm 2-3 gatime që nuk duan shplarjen e orizit. Do të shtoj pakës krip si fillimi mbar i bereqetit. Sa të zbuten, do të shtoj. Do t'i shtojmë orizin. Mas orizi. Ja se i largoj unë do të gjitha. Por, nuk duhet verë, nuk është risotto. Nuk është risotto. Në risotto, normalisht, në fillim fare ka urdiset orizi, derisa dy thonjt të kuptojnë brëndësinë që është zbutur zemra. Kurse këtu mua më duhet ta ka urdis, diku tek 5 minuta, pra 2 minuta, 3 minuta është ka urdisja e parë, është e qepës, hudhra, dhe më pas ne shtojmë specin e kuq. Në këtë 3 minutë të plot, ne ka urdisim 5 minuta orizin. Hudrat i lëm të paprera, pra i lëm thelp. Kam shtuar pak krip. Dhe sikurse tek lëngu, kam shtuar shafran, turmerik, çfarë të dëshironi ju, në lëngun e mishit pulës. Pra, kam dhe mishin e pulës. I shkon shumë mirë me frutat e detit, i shkon goxha edhe sallami. I shkon sallami i thatë. I shkon shumë mirë pula. Pra pula shkon goxha mirë tek frutat e detit. E ka urdis për 5 minuta. Do të shtoj.
E dim shumë mirë që disa fruta deti për shembull, nëse ne i zjejmë shumë, forcohen, bëhet elastik. Pra duhet të kenë dhe këto minutazhin e vet. E mirë është gongola, midhja, karkaleci detit, karkaleci gurit, çfarë të gjeni ju në karkaleci gurit është i lirë faktikisht, nuk është i shtrenjtë. Pra ju xhivallët, ju mund të bëni të përdorni ato fruta deti që xhepi juaj është, pra këto janë gjitha të lira faktikisht. Unë kam marrë një vasket vogël, po. Edhe janë të lira. Gjithmonë unë jam munduar që recetat t'i ngre në një kosto që xhepi juaj i mban. Jo xhepi juaj, xhepi një pensionisti t'i mbaj. Sepse kam një orizë të thjeshtë, pra jo të kushtueshëm, speca dihet që nuk janë shumë të shtrenjtë, se një specë do marrësh, qepa po prap, domatja është në kohën e vet, ngrirja e perimeve, anvisat të mbani çik koqëlliku, na? Sepse kur i keme shumicë, edhe ke lirë duhet të kursejmë, ti vendosim në ngrirje për t'i shfrytëzuar në periudha të tjera të vitit. Te mishi pulës, mund të keni krah pule, mund të keni kofsha pule, çfarë të doni ju? Mund të keni kockat e pulës që ju kanë ngelur. Po, çdo gjë që sikurse unë që do veproj me kokat e peshkut për të bërë supën. Do të shtoj frutat e detit, sikurse dhe perimet e ngrira. Perime, fruta deti, ngjyra plot. Shtoj salcën dhe deri këtu jam çok gjyzel. Bëj një përzierje tash. Janë të gjitha shijet aty, të gjitha ngjyrat për të na i dhënë këtij gatimi me oriz dhe fruta deti, vërtet një shije të veçantë. Edhe bashkë do t'i përmbledhim tani përbërësit oriz me fruta deti, një recet që ju vjen për ditën e sotme, për drekën e sotme. Shifeni pak listën me përbërësit, ju duhet 1 litër lëng pule, pak shafran, një gjysmë luge çaji, po arqe dhe krip, vaj ulliri, një qep e verdh, një gjysmë qepe, gririmët, gjysmë speci kuq, 3 thelpinj hudhër, mund të fshtoni salam të prerë në feta, 600 gram oriz, 400 gram domate të grira, 150 gram bizele, karkaleca të pastruar, midhje, fruta të tjera deti, çfarë të dështoni ju në këtë grup në folëm, që mund t'i zgjidhni sipas mundësive tuaja, dhe pastaj në fund fare do të grim pak majdanos të freskët për ta përmirësuar shijen. Po sigurisht do ta lëm të zjejë tani orizin për të përmirësuar racën. Të japim pak më tepër kolor dhe më tepër ngjyrë, aromë, shije me radhë. Për kolor, vendosni nga gjysmë pomodor. Pomodor. Të pa grirë me dorë. Tani. Të pa grirë, sepse ashtu është akoma dhe më mirë. Nëse ju e keni salcë, nëse ju e keni salcë në pure, atëre Gjesi Albana. Ne kalojmë publicitet në ta. Bravo. Do të rikthehemi shumë shpejt, një shkëputje vogël. Ja ku jemi përsëri, një shkëputje vogël na shërbeu për të bërë gati produktet e mëpasme për recetën e radhës, ndërkohë, siç e lam, pasi të zjej pak orizi, do t'i shtojmë edhe majdanoz. Majdanozi shkon nga bimët aromatike, kështu që edhe thyem pak ato aromën e frutave të detit, kombinohet shumë mirë me shijen e tyre, si edhe me sardelet, shohim pak sardelet, në që fazi kemi, janë bërë më krokante, duan edhe pak, vjen njerë shumë e mirë era sardele. Shtoj masën e majdanozit dhe e lë të tillë do të përthithen lëngjët avash të bëhet. Dhe në fund fare, unë do t'i vendos një letër alumini, në fund fare. I largoj pra
deri tani kemi nisur me sardelet krokante, ju kemi hequr vetëm pjesën e kokës, më pas i kemi marinuar duke i shtuar pak miell gruri, miell misri, kri, piper të zi, piper të kuq, i kemi spërkatur, pudrosur me këtë përzierje dhe më pas i kemi vendosur në furr për t'u pjekur, për t'u bërë krokante dhe për t'i shijuar ashtu siç janë me lëng limoni vetëm në fund. Më pas kemi kaluar tek orizi me fruta deti dhe perime shumë gjyshe. Sigurisht të përzgjedhura, se jo çdo lloj perime mund të shkojë tek kjo recetë, janë disa prej tyre, siç janë bizelet, speci, pak nisër, qepa, domatja e me radhë. Po e lëmë që të ziejë, të vazhdoj procesin termik, ndërkohë ne kalojmë tek një tjetër përgatitje. Kam fisht. Dhe siç e dini kanë dalë fisht tani. Po. Në fillimet e tyre. Unë të laj pak duar që t'ja usharoj tamam, sepse jam majdanoz. Mund është koha për t'i konsumuar gjethet e fikut, për konsumuar fikun, për t'i shijuar, janë pak shtrenjtë tani në fillim, pa avash do të bjerë çmimi i tyre. Anvisat zgjedhin t'i gatuajnë, t'i bëjnë reçel, t'i përdorin receta të ndryshme, t'i thajnë, pse jo, edhe t'i bëjnë reçel, gjethet t'i bëjnë çaj, gjethet, patjetër mishin ose peshkun vendosen poshtë në tavë dhe vendoset mishi për të pjekur. Jep një shije, patjetër që jep një shije të veçantë. Lexojmë recetën dhe më pas... Vetëm pas më parë, po patjetër, ne folëm edhe për vlerat që kanë gjethet e fikut në formën e çajit, apo në shërbim të gjendjeve të ndryshme shëndetësore, sidomos për diabetin, kështu që edhe në momentet të caktuara mund të ndalen dhe mund të shihni videot tona në kanalin e Reze Dielli në YouTube për t'i parë se çfarë përmbajnë gjethet e fikut në brendësi të tyre, cilat janë ato substancat, elementet të cilët i bëjnë të jenë të përdorshme edhe në gatim në formën e çajit, përveç se frutit pastaj që është shumë i veçantë dhe që mbarт një sër vlera të tjera për shëndetin tonë. Të shohim pak përbërësi tani se çfarë do gatuaj me fik sot ne. Pas ke zgjedhur kështu fiks të barabarta. Kam zgjedhur të gjitha kokrat. Fikun e vogël. Okej. E presim në ekran. Ja një sekond, e presim derisa, sepse unë kam vendosur këtu bishtin për shembull, patjetër që ne do shohim që ka qumësh. Unë i kam vendosur në ujë me sodë. Bëjmë një prerje kryq dhe i vendosim të gjitha në ujë me sodë. Sa duhet? Duhet 24 orë. Në mos 24 orë, të paktën 12 orë. Do të qëndrojnë në sodë. Orarin e natës për shembull ta kem, atë turnin e natës. Më duhet të kem sheqerin, ujin që e kam në sodë këtu, disa gjethe fiku, por përpara se të veproj të gjitha këto gjëra, unë marr dhe shplaj fisht nga uji me sodë. Sepse kanë qëndruar në ato minutash që ne tani i marr patjetër që kam edhe limon dhe shkoj për të bërë punën time. Reçel me fiq të vegjël jeshil. Është ta fiks tani momenti për t'i patur ato, për t'i mbledhur. Ju duhet 1 kilogram fiq të vegjël, të fortë jeshil, disa gjethe të njoma fiku, 1 litër ujë, 700 gram sheqer dhe ujë me sodë buke. Si që tham, hapi parë është vendosja e fiqve të vegjël të papjekur mirë në ujë me sodë, për gati 12 apo 24 orë. Më pas i shplani, e tani do të ndjekim hapat e tjerë të përgatitjes së recetës. Megjithatë, mos i japim shumë. Edhe janë të fortë, nuk janë kështu të qullët të butë, sepse ashtu duam të qëndroj edhe deri në fund. U bën sardelet? Patjetër. Super. Shifini pak, mund të konsumohen kështu siç janë me gjithë hala, sepse kanë hala shumë të imta, plus që janë të ngrënshme se kanë kalcium. Vetëm omega 3 që ndodhet tek sardelet, vitamina D. Përdorim. Ka shumë arsye për t'i përdorur. Lëng limoni, për shije më shumë. Dhe nuk ka duhet përthithjen. Asgjë tjetër. I lëm aty sepse kur ftohen, i shtojmë sërish gjysmën tjetër. Dhe shijohen më mirë. Dhe. Opa, e largoj. Përthithën lëngjet, filluan të dihet që edhe frutat e detit nuk duan në një kohë të konsiderueshme për të bërë gati. Aq më tepër kur ato janë të freskëta.
Dhe e lënë në proces Të jetë me avujt e vetë. termik. Në furr e vendos, sepse mua më duhet. O, paso do gjani që hapit që këtë lutem. Fura është e parangrohur nga sardelet, kështu që po e lëm procesin tjetër të vazhdoj në këtë. Atëherë bishtin, që mos a djegim. Ja. Nuk kanë vetur dhe shumë minuta për të vazhduar zjerja, që e presim. Pra mbyll furrën, e mbyll, dhe televotimin e quajtur mbyllur për atë dhe televotimin e mbajtë hapur për reçelin e fikut. I ftojmë avisat të na telefonojnë, Pa tjetër. se s'kemi shumë me votimin, por gjithsesi recetën mund ta vazhdojmë edhe më pas, apo kemi recetë tjetër më pas publicitetit. Jo, shumë mirë, sepse unë do t'i vendos thjesht në ujë me sheqer të shërbetit dhe më pas në zjerje do vendos fisht. Kjo është gjitha. Edhe kjo është e hapedorën, kjo është e jotja. Faleminderit shumë. Fiku i Pra, parë për këto këtë janë të sezon. shtrenjtë. Këto nuk janë të shtrenjtë sepse i kemi marrë nga kopshti. Edhe unë po e konsumoj atëherë, mirë më bën, është një laksativ shumë i mirë dhe ka shumë vlera ushqyese, do të flasim ditë të tjera për fikun, ndërkohë kalojmë në publicitet. Ja, ku vim përsëri në kuzhinën tonë, me recetat, me shijen, dhe vazhdojmë me reçelin, aty e lanë tek. Edhe një herë sepse u bë një farë shkëputje. Po. Kemi qershi dhe shafosha, shikonti. Kemi fisht. Bëm qershi. Kemi fisht patjetër që janë të veçkël dhe kanë atë pjesën e qumshit. Kur ne presim bishtin, është pjesa e qumshit. Aty ne vëm një prerje në kryq. I kemi vendosur në ujë dhe me sodë. Si gjethet ashtu sikurse dhe fisht. Gjethet i marrë dhe i pres me gërshër. Kam vendosur masën e sheqerit dhe masën e ujit. Pa tjetër, për çfarë shërben, soda shërben për të mbajtur fisht, për të mbajtur të fortë, dhe pa tjetër për të larguar dhe atë rrudhjen që pëson nga lëkura. I vë kapakun dhe vi me recetën tjetër. Këtu ju do të shikoni. Ja, dhe pjata me sardele, të cilat i shërbejmë me limon. Pra çfarë lloj peshku të vogël tjenë, nuk është puna se asaj nuk është vetë sardele tamam. Çfarë lloj peshku i vogël që tjetë, ju mund ta kaloni dhe miks peshqish të vegjël i kaloni në po të doni në fritur, por më e mira është në furr. E shkon fritur, furr. Të kthehemi, e largoj reçelin dhe tek supa. Një supë me fidhe, gjë që direkt i vendos tani, me karota, me lëngun e mishit. Ja, kemi këtu lëngun e mishit. Unë e lash nga gatimi tjetër, dhe direkt i jap një kaurdisje, sepse është e nxehtë dhatra. Te kaurdisja do të shtoj pakës fare gjalp, dhe në vend të djathit bebe për shembull, sepse e bën kremoze, mund të shtoni krem djathi. Karotën e kam kaluar në rende, derisa të marr të thyej këtë ngjyrën e artë dhe bëhet pak sa e kafeit. Lëshon dhe një aromë të mirë ajo dhe jep shije në fund. Do të shtoj karotat, mas kripe dhe piperin e lë në fund. Derisa të përthithen lëngjet e karotës, do të shtoj kremin e djathit.
Aty kemi lëngun e mishit, kemi dhe pak nga ngjyra që ka marrë nga shafrani. Ja, i largoj dhe këtë. Spostoj pak vëndet, sepse tani e kam vënë punën në vi. Dhe i lë të zjenë. Pas janë ka urdisur me gjallë, ja kushtojmë edhe fidet dhe karotat. E përzihemi që dhe kremi i djathit. Shikon të? Shëndet. E përzihemi mirë, derisa të tretet edhe masa e kremit të djathit. E del një nga ato supat e shpejta dhe shumë të shishme mbi të gjitha. Pa. Këtu kam lëng limoni, kripa piperi, për tek supa. Shtoj pakës fare lëng limoni, që të aktivizohet. Zjerja duhet 4 orë. 4 orë, në zjerë nga dalë. Unë kam asë më të vogël, dhe shkoj direkt tek. Në talëm, do të shikni në ditët në vazhdim, me siguri recetën e reçelit të fikut, një nga reçelet që përgatitet shpesh nga ju besoj, kështu që mundet dhe të na sugjeroni lloje të tjera të recelrave që jeni duke përgatitur këtë sezon, meqense jemi në kulmin e sezonit të frutave të ndryshme. Kështu që numrin do ta keni në ekran dhe na tregoni mbi të gjitha dhe cili gatim ju pëlqeu më shumë nga dita e sotme, cilin do ta përgatisni ju në shtëpi, edhe pse shpesh na tregoni që recetat ju dalin shumë të mira. Ja dhe orizi me fruta deti me perime, lëngjit janë përthithur, orizi ka zier, ngjyrat janë ruajtur, kështu që është një pjatë speciale sot. I shohim pak edhe një herë për anvisat që s'na kanë ndjekur dot në pjesën e parë, se si dhe çfarë ka përbërës të tjerë kjo recetë që ju po shihni tani më të përfunduar. Ne kemi mbajtur me një emër shumë popullor, të thjesht oriz me perime dhe fruta deti, por si ishte ai emri tjetër që paella? Paella dhe ne themi paella. Po paella. Paella në atë termin e vet të recetave, siç mund ta gjeni në restorante të ndryshme apo jashtë ku keni qenë, së bashku lexojmë edhe një herë përbërësit regjia për t'ja përmbledhur edhe një herë anvisave tona. Pra do të keni orizin patjetër që ta zjeni, do ta shpëlani më përpara, e vetmja herë që ne kemi sjell të mos e shpëlajmë dhe ju lutem nëse e keni mundësi, regjia e nxjerr recetën në ekran. Merrini përbërësit dhe ndërkohë ju mund të na telefononi që të bisedojmë pak për recetat tuaja të ditës. Atëherë. Si duket ka zier orizin, besoj, është mirë me ngjyrat më pëlqejnë, sepse nuk janë tjetërsuar, frutat e detit patjetër që janë zier. Dhe duket një recetë shumë e mirë. Pra shiko, ka dhe perimet, çfarë do lloj orizi? Pra orizi nuk është se e ka marrë një specifik, çfarë do lloj orizi mjafton që ju të ndiqni hap pas hapi dhe sekreti ku është? Sekreti është që ju të ndiqni gramaturat hap pas hapi. Pra, dhe jam shumë e sigurt në gramaturat që jap nuk mund të dështoni. Në këshillat që jap jam e sigurt dhe kur thonë vëdorën në zjarë për këshillat e mia. Për më tuti që mua nuk më merë, pastaj nuk më merë. Jam të tjerët që jam të licencuar për këtë gjë për ta thënë. Mirë, secili ka mbulon një fushë të caktuar. Tani dhe supa besoj. Le të shtoj dhe pakës ujë këtu unë. Filet zjen shumë kollaj, plus që dhe karotën në rende. Ja kam mbritur një telefonuese, mirë presim, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, nëse jeni në linjë, mund të flisni dhe ne ju dëgjojmë. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, kë kemi në linjë? Jam një zonjë nga Korça, ju përshëndes. Të përshëndesim, edhe ne të përshëndesim.
Jam thuaj, po në ndishje të pëlqyen gatimet e sotme? Albana në uroj shumë për gatimet e saj. Shumë falenderit. Të pëlqyen recetat e sotme? Jam interesuar një çik për reçelin e fikut. Po. Për reçelin e fikut, a uji me sot i shpëlan fiksa apo e në lengu? E mira është të jenë 24 orë, e mirat mirave, është 24 orë të jenë në ujë me sod. Sod biokarbon, jo kaustike, sepse e di që e dini, por disa e ngatrojnë. Do të jesh një shplarje shumë të mirë, qoftë edhe minimumi të jenë 12 orë. Një shplarje shumë të mirë, sepse fillojnë ato bulzat. Marim sheqerin, bashkë me ujin dhe e lënë të zijet. Aty ne do të vendosim fisht dhe normalisht edhe gjethet. Gjë që unë nuk e thash, dhe gjethet duhet të jenë bashkë me fisht në ujin me sod. I lënë të zijen diku të 3 orë. Por, është mos e normale, ndryshon orari, sepse nëse unë kam i të nxjerrë të madhe dhe më shumë kile fiq, patjetër që mua më duhet më tepër. Pra, mesatarisht, në aq fisa keni 1 kile, duhet diku të 3 orë që të jetë avash. Si që kemi, s'ka gjë, i vendos në këtë kavanoz. Telefonatave. Po të duam, i shtojmë pak lëng limoni, nëse ne kemi shtuar shumë sheqer më tepër nga ç'duhet, duhet të shtojmë lëngun e limonit. Nëse ju e keni shtuar sheqerin në ato gram sa kam vendosur unë, nuk ju duhet. Qartë. Për zonjën nga Korça ky sqarim, ndërkohë shkëputur sepse ka mbërritur fluksi tjera telefonata, nëse i kemi mund të vendosni zonja, sepse dhe 3 minuta kemi kohë, kështu që të dëgjojmë pak mendimet që kanë për recetat e ditës tonë. Dhe po ashtu të na sugjerojnë se çfarë gatuaj, na shkruani, po ashtu do të jenë recetat edhe në kanalin tonë në YouTube, në Reze Dielli. Të marrë dhe një pjatë. Gjitha mundësit i keni për t'i përzgjedhur, po ashtu edhe në rrjetet tona sociale ku të gjithë rinë dhe i kanë. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Ja, servirim edhe recetat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Zëri nëna Nexhit ky. Të përshëndesim. Të përshëndesim dhe të falenderojmë që na ndjek. Të përshëndesim të dyjave, aman moj Albana, sa në ato që ke bërë ti moj motër. Ato që ti përbën të gjyshja ime, nëna ime dhe gjyshët tuaja, këto. Të pëlqyen recetat. Benin, tamam. Tani ne... Po, shumë pare. Ti je një anviz shumë e veçantë. Ja më thuaj pak se çfarë ke gatuar sot në Nexhi. Unë kam bërë një byrek me kungull. Po. Dhe do bëj supën që bëri Albana do ta bëj. Këtë supën me lëng mishi, me fize, me karota. Po, shumë mirë, se shkon një byrek me kungull dhe me këtë supën. Bëhet shumë shpejt, si që ndoqe, 5-6 minuta është gati. Në fakt, ka që t'jen këto supat e thjeshta. Se është dhe vape dhe nuk... Të lushin duart moj Albana, që të dyjave. Lumë qofshi. Të urojmë një ditë të bukur, të mbarë me shëndet dhe të bëfshin mirë gatimet. Dhe të përshëndesim, vazhdo të na ndjekësh, do të jemi dhe pak minuta në kuzhinë, e më pas kalojmë tek bisedat tona, ku përsëri do të ndalemi, përveç se bisedës, do të ndalemi në balkonin e një prej tironseve këtu në kryeqytet, që e ka zhndëruar atë balkonin e saj shumë pak metra katror, në një bache, në një kopësh, me perime, me lule, me zoq. Bëm gati edhe këtë pjesë të normalisht duhet që të zihet. Do t'i lini 4 orë të zihen kokrat e fikut dhe më pas i vendosni në kavanoz, siç janë të nxehta, sepse ndihmon që kavanozi të mbyllet mirë në formën në mënyrë hermetike. Me gjithë gjethet i ka brenda dhe gjethet e fikut. Sigurisht që erësohet ngjyra e tij me kalimin e orëve të zjerjes, nuk do të jetë më jeshile, do të jetë më errët. Dhe ju pastaj e servini kështu siç është ose tani në gatime të ndryshme. Po të doni shumë mirë mund t'i vendosni barbaroz. Po të doni ju. Mund t'i vendosni sërish një gjethe fiku këtu sipër. E mbyll, normalisht krijon vakumin. Nuk më duhet zjerë sepse unë e kam zjerë. Dhe kur të jetë gati të na bëjë mirë. Me çfarë shoqërojmë? Makullore po. Po makullore është gjë më e mirë. Me petulla. Po shumë mirë mund të merrni ato kosin. Po. Ai kosi i trash, mund të shtoni 2-3 fiqe dhe e mbëlsoni. Dhe apo shaj në zvakt i parë. Të lumshin duart, kjo është Ryeza që sollëm për ju sot, do të shihemi nesër me të tjera receta, kurse së bashku takohemi pas lajmeve. Ju pres.
mosh kur shumë të rinj janë ende në kërkim të pasioneve të tyre për të realizuar dhe ëndrat e tyre, Erba Lurellari ka arritur ta kthejë ëndrrën në realitet. Ajo është vetëm 18 vjeç, është një emër i ri që po tërheqë vëmendjen në botën e modës, jo vetëm në Shqipëri, por edhe përtej kufive të saj. E përshëndes fillimisht Erbën, mirë se erdhe. Përshëndetje Senju, faleminderit për ftesën. Do të njihemi me Erbën dhe me pasionin e saj për modën, për stilimin, por edhe për krijimet e saj, sepse siç e thash, ajo është bërë pjesë e revistave të njohura nëpër botë, të cilat i kanë shkruar vetë teksa ajo hapi rrjetin e saj social. Do të na flasë për pasionin e saj për modën dhe si ka arritur deri në këtë pikë ku do të përfaqësohet dhe në arenën botërore. Më thuaj pak sa vite ke njëherë që merresh me stilimin? Atëherë, unë 14 vjeçe kam hapur rrjetin tim social në Instagram, edhe kam qenë shumë e vogël me një ëndër shumë të madhe dhe kam mbi 4 vite punë, të cilat më kanë bërë këtu ku jam sot, që janë publikuar në revista shqiptare por dhe ndërkombëtare, edhe ku jam këtu sot bashkë me juve. Pra, ti niset ato krimet e fëmirisë. Krimet e vogla, po. Të cilat i stiloje, i krijoje për shoqet, për veten, për familjarët? Unë mendoj gjithmonë një për veten, domethënë çfarë dua unë që Erbën ta përfaqësoj tek publiku, edhe normale që mendoj një për skicën dizajn dhe kjo që të jetë e vlefshme edhe për publikun që po sheh. Më thuaj pak atë momentin kur ti krimet e tua, dizajnet e tua u publikuan në revista prestigjioze si Photobook Magazine në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Four Seasons Magazine. Duke të shkruar me tituj të tillë, talentja, premtuese për në fakt edhe ata botën e modës. Kur unë normale isha në apat e parë dhe ata ishin të çuditur për këtë gjë, sepse një vajzë e vogël me një vizion kaq të madh si mund që të depërtoj edhe në arenë ndërkombëtare, por unë jam shumë tip guximtar, shumë kokfort. Edhe atë që mendoj e çoj deri në fund, edhe ata ishin shumë të çuditur për këtë gjë, edhe normale stili im ju ra në sy edhe ata i publikuan gjitha dizajnet që unë kisha krijuar. Pse i ra stili yt në sy? Çfarë përfaqëson ti ndryshe që ato e veçuan si të veçantë tek puna jote? Unë si Erba nuk përfaqësoj vetëm emrin tim, unë dua që dizajnet e mia të kenë një identitet, domethënë të shfaqin guxim, të shfaqin forcë, edhe në dizajnet e mia duket që janë ato format pak si të perfekte, janë ato dizajnet me një temë të caktuar, ku unë kam bërë shumë dizajn me temën e Kancerit të Gjirit, me Shën Valentinin, me Vitin e Ri, dhe këto ishin të përfshira të gjitha që ju pranë në prej temave të Tetorit Roza, po jo? Mund të më komentosh pak punët të cilat qarkullojnë? Ky ka qenë një koleksion i fundit që unë kam krijuar dhe ka qenë koleksioni që është publikuar në Four Seasons Magazine. Të gjitha kanë patur temën e ngjyrave të sezonit të vjeshtës, por të përfshirë edhe me pjesën e verës. Edhe normale që janë përdorur këto siluetat e forta, janë përdorur këto paternet që janë me animals, domethënë të kafshëve, flutura, që flutura për mua simbolizon një emër shumë të veçantë, të gjysës time të ndjerë. Dhe po, janë përdorur të gjitha këto për të krijuar dizajnet e veçanta dhe që bien në sy. Ti përmendej gjyshen e ndjerë, për cilën më tregoi pak më herët që ke patur një lidhje të veçantë, një marrëdhënie të veçantë dhe ka qenë ajo që të ka spikatur në punën tënde dhe në këtë pasion apo ajo që të ka shtyrë që vazhdoje shkruaj. Po, edhe kjo është një ditë shumë e veçantë për mua, sepse ndërkohë që kam intervistën, ajo kishte edhe ditëlindjen, por ka ndruar jetë, edhe për mua do mbetet një rrymë i veçantë sepse po e çon Erbën atje ku ajo do. Ku do Erba të shkoj? Ku dëshiron ti të ngjitesh? Unë nuk dua që të kem vetëm një kufir, unë dua të jetë sa më lart. Domethënë nuk dua të kem as limite, unë dua vetëm të punoj shumë fort për ëndrrën time, sepse vizionin e kam patur që shumë e vogël, edhe vetëm sa më lart. Me punë. Ndërkohë edhe studion pak a shumë në këtë fushën e dizajnit, po jo në vitën parë? Vitë parë. Më the pak më herët që dua që të përfaqësoj punën time, talentin tim edhe në arenën ndërkombëtare. Po këtu në Shqipëri? Këtu në Shqipëri është synimi i parë, por normale që dua të punoj sa më shumë që edhe nivelin e modës në Shqipëri ta çoj sa më lart, sepse Erba do të jetë e veçantë. Jo si të gjitha brandet ose markat e ndryshme, unë dua që Erbën ta identifikoj diçka dhe të jetë ndryshe nga të tjera, duke bërë që nivelin e Shqipërisë në modë ta çojë në arenë ndërkombëtare, siç e kam bërë edhe deri tani në një moshë kaq të vogël. Ndërkohë, ke një
le themi, stilist apo stiliste që ti e pëlqen, admiron për punën, stilin e veçantë? Për sa i përket elegancës edhe klaset, më pëlqen Elizabeta Franki edhe Victoria Beckham, ndërsa këtu në Shqipëri më pëlqen shumë Niko Komani, Rezarta Skifteri, Miranda Dupi, ka shumë stilist që më kanë dhënë mbështetje. Ju ke treguar punët, dizajnet e tua? Po. Edhe sidomos Rezarta e përshëndes, më ka vlerësuar shumë të gjitha, më ka dhënë këshilla dhe ka qenë ajo që i ka thënë Airbus vazhdo se do ecë shumë lart. Ka besuar shumë në mua. Ti e mban mend ato dizajnin tënd të parë? Po. Edhe mbaj mend kur mami ishte ajo që më thoshte Erba mos i bëj për 1 minutë dhe postoj direkt. Rishikoj, punoj. Po, edhe unë doja thjesht t'i bëja direkt, ta postoja, se ishta shumë apasionuar mbas kësaj gjës, por sa kalojnë vitet, sa më shumë që rritesh, dizajnet e mia tani duan me javë të punohen. E kishe menduar që tek ato punët e para të moshës 13-14 vjeçare, kur ti ke filluar të dizajnosh e të jesh ato skicat në për letra, tani të profesohesh edhe në revista të huaja? Nuk e di kur, nuk e kam menduar. E nista si një loj gjithçka. Domethënë ishte thjesht një hobi, një pasion. Okej, thash, do t'i postoj këtë dizajne, të shohim deri ku do shkoj, pastaj hapi një rrjet social në Instagram apo jo, dhe aty pastaj të kontaktuan në revista. Ku është e vete në Erba pas 10 vitesh? Normale që me një brand time, me një brand super të madh, normale që unë dua që emrin Erba ta zhvilloj në Shqipëri, por edhe jashtë vendit. Në Itali është synimi im kryesor, por gjithashtu edhe në Amerikë. Duke qenë se kam publikuar në revistat atje dhe kam rënë në sy të shumë stilistëve, por nuk i dihet asnjëherë. Unë jam në plan të projekteve të ndryshme, të cilat janë në punim me sipër, me hapa të vegjël them që ja del. Sa kohë të merr? Tash, dizajnet tani me javë, mund të ketë edhe me muaj. Tani jam duke punuar një koleksion për verën, me tendencat e fundit, edhe po, duan me javë të punohen. Ti frymëzohesh nga dikush, Erba, apo ti krijon se si duhet të jetë këtë, ti e krijon tendencën? Po. Dhe si do të ishte sipas Erbës tendenca e këtij sezoni? Tendenca e këtij sezoni, unë mendoj se ngjyrat që dominojnë më shumë, një kam përdorur, janë vishnjë, janë sky blue, janë edhe butter yellow, janë këto ngjyrat e lehta, kam bërë edhe skicat që kanë qenë edhe me pjesën e linos, që normale dihet është trend. Këto janë. Shoh që, domethënë, në të gjitha krijimet e tua, është pikërisht ajo vajza me trupin perfekt. Po. Tani, si bëhet me vajzat që nuk e kanë trupin perfekt, por që janë pak më të kolme, apo Erba do bëj edhe një koleksion për to. Pse vetëm për këtë Do bëj edhe për... Por normalisht, dihet bota e modës është ndërlidhur shumë me pjesën e modeleve, domethënë që kanë ato format silueta të bukura, edhe unë jam e apasionuar mbas tyre dhe prandaj mendoj që duhet të ishte kështu, por do bëj një koleksion me. Do t'jam pa tjetër. Për sa i takon ngjyrave, ti përmende vishnja, ajo bluja si ngjyra e qellit. Por nëse do të përmendje dhe do t'i veçoje se të shoh që edhe aksesorët i ke qef në skicat e tua. Normal aksesorët. Çfarë do t'i rekomandoje ti vajzave që ndjeki këto trendet edhe ngjyrat e sezonit apo çfarë? Po, unë jam shumë tek, duke qenë se janë ato ngjyrat e lehta, unë jam shumë tek përdorimi i aksesorëve minimalist. Normale kur ka pastaj ngjyra që mund të jenë edhe ndoshta edhe më të ndezura, më të fuqishme, mund të përdoren ato aksesorët më të ngarkuar që japin edhe një tendencë më të madhe veshjeve, por normale duket edhe këtu që shkojnë ato minimaliste të vogla. Tani, kur ti e krijon, pra ke krijuar një stil të caktuar dhe për të cilën ti punon pra për atelje të ndryshme, ose do punosh edhe për momentin duke krijuar koleksione, duke i prezantuar ato këtu edhe jashtë. Sa i rëndësishëm është materiali në një veshje? Është shumë i rëndësishëm, sepse ai bën gjithë figurën kryesore të veshjes, edhe të femrës që do e veshë. Dhe normale, ajo është më e rëndësishme, sepse krijon gjithë posturë. Shoh që ke vënë nga një mostër në çdo krijim tëndin, ke vendosur dhe një mostër të copës, si duket, në disa foto e pash atë. Duket ajo. Për t'ja sugjeruar. Duhet jetë, po. Bukur fort. Ke një këshill, ku diun, për vajzat që e shohin këtë pjesën e modës apo fillojnë ato krijimet e para? Unë kam shumë vajza në Instagram që më shkruajnë për të nisur këtë si rrugëtim, ose ndoshta kanë edhe pjesën e frikës, të pasigurisë që se është edhe një industri konkurruese, thonë, edhe ma më thonë se ja ke dalë. Unë gjithmonë mendojem që t'u jap këshilla.
por ajo që dua të them është të kem forcë, të besim në vetë vete, sepse ajo është më e rëndësishme dhe pastaj ja dalim për çdo gjë tjetër. Ajo është e rëndësishme. Thjesht të gjesh veçantin, imagjin që ti ke në vetë vete tënde, pastaj... E ta zbulosh e ta punosh atë, mos e lësh aty në errësirë. Mos e futesh në sirtar. Si e organizon ditën një 18 vjeçare? Tani, unë duke qenë se jam edhe në universitet, gjithmonë mbaroj, primarja për mua tani është shkolla, që se duhet jap më shumë rëndësi. Në sezon tani provimesh? Po, në sezon provimesh. Duke qenë se bëje pjesën e shkollës, në pas dite normale që dizajnet, ato janë pika ime kryqëse. Kam një blog, edhe atje gjithmonë dizenjoj. Frymëzohesh nga diku apo i krijon, i përfytyron vetë? Unë frymëzohem ose nga natyra, ose nga zojsht, ose nga pallate, nuk e di, nëse shoh diçka them okay, ajo më të bëhet një dizajn i bukur. Shiko se Erba pëlqeu dizajnin e reportit. Po, më pëlqeu shumë. Çfarë pëlqeu tek ngjyrat se ka një stil Bauhaus. Edhe më pëlqen shumë se kanë ato elementet e gris, me të zezë, me të kuqe. U be fasova. Si dihet, mund të frymëzoj për një krijim të radhës. Mirë, të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit ju. Të arrish aty ku ti do, edhe të punosh fort për ëndrat dhe pasionet që ti ke. Faleminderit që erdhe në Reze Dielli. Erba është nga Pogradeci, studion këtu në Tiranë, e ka shoqëruar mami, e përshëndesim se do t'i kemi ndoshta një herë tjetër të dyja bashkë, ndërkohë ne nuk do të shkëputemi fare nga Reze Dielli, por menjëherë pas një publiciteti do të ndjekim një intervistë që kemi zhvilluar në shtëpinë dhe në balkonin e Rezarta Delisulës, sa na tregon në atë pak metra katror të balkonit të saj, se si ajo e ka kthyer atë në një kopësh të vërtet, një baxhe të vërtet perimesh, frutash të vogla, lulesh, po ashtu ka përgatitur dhe hardiçin e tironësve. Kështu që ndiqeni këtë reportazh. Mirupafshim bashkë. Rezarta Delisula asnjëherë nuk e ka patur kohën me tepri, për shkak të profesionit, i është dashur të jetë përherë në lëvizje. Ideja për t'ju përvjedhur realitetit, duke u fshehur në përgjethet e domateve apo perimeve të tjera që sapo kanë filluar të rriten në këtë sezon në balkonin e saj, nuk i lindi papritmë asnjë ditë, mes zhurmave mbyse të përditshmërisë. Jo, historia ka nisur thuajse 30 vite të shkuara nga baba i saj. Balkonin e ke kthyer në një kopësh të vërtet. Çfarë ka ndryshuar nga vitet e para deri më sot? Jam bërë më profesioniste në fushën e bujqësisë. Në sensi që kam filluar të kuptoj se cilat janë bimët që sjellin më shumë rezultat. Për shembull, këtë vit unë kam mbjell kalë, kjo është hera parë që po e mbjell. Dhe kalja është goxha mirë. Kalja ka dhe një përdorim që vazhdon gjatë sepse ti heq disa gjete dhe ajo vazhdon shton. Pra nuk është se do me thënë ka vetëm një moment që qel. Pastaj domatet e zeza. Këto janë domatet e zeza. Prandaj kanë dhe këtë formën kështu, këto për punë një muaj, kur të vi unë besë nga pushime, do e kemi për sallat. Janë gati për sallat. Domatet prodhojnë disa herë. Ndërsa më produktive në balkon është speci. Speca kam pasur deri në dimër. Dhe këto filizat e reja që unë kam mbjell këtu, janë nga farat që unë i kam ruetur nga viti i kaluar. Që do të ti i këput ato përsëri? Jo, nga që speca që ndruan gjatë në balkon, deri në dimër qelte, unë disa prej tyre, këto janë, po janë rritur goxhat, sidomos ke te ky lloj vendi, se duke diellin e kanë sa ç'duhet. Dhe këto i kam marrë nga farat e të vjetrave. Këto janë pastaj të reja, e kam si vjet. Janë speca kështu të gjatë për të skuqur. Speca bri që i themi. Speca bri për skuqje. Kurse vazo tjetër ka mbjell panxhar. Panxhari në fakt e sa ajo e vetë është një lloj mbjellje që edhe gjetet e panxharit zgjasin goxha se bëhet sallat shumë e mirë, sidomos ti i përdor për sallat, që shkon me peshkun, do një salc. Ndonjë salc, po me peshkun shkon shumë ajo, se po ideja e më interesantja është që këtu panxharin, unë kur e ble në pazar, ja marrë vetëm zemrën e panxharit dhe vën tokë. Dhe ajo del dhe prodhon edhe panxharit të tjera. Kjo vazo besoj tani është shumë në rregull, do jetë mbushur, isha dhe s'po na shpërten. Ndërsa të vazo fundit provova pak në energjik, se thash ta ndaj nga pjeca tjetër,
ose menten energjik e theme në Tiranë. Po, menten energjik në jazmë, në sipas zonave. Ka dhiozmë, Jugu për shembull e përdor dhiozmë. Dhe atje në fund, afër në energjikut, janë ca speca djegës të Kosovës, të cilat sa ta marrin dhe pak vete, do i shpërndajt në përvazo, që është aty, pa duhet të krijojnë qiko që të... Shumë gjëra mund të mbjellësh në balkon, kur dikush zgjedh të kesh vetëm lule, ti zgjedh të kesh një kopësht të vërtet këtu. Kjo është lloj tjetër domate. Kjo është lloj tjetër domate. Pomodor. Po, pomodorin. Jo, nuk është pomodor, është domate zemërkau. Okej. Edhe aloe vera, ne mbaj gjithmonë sepse atë e përdor për çfarë do lloj. E përdor për fytyrën, për djegjet, sidomos. Se ajo të ftillon direkt, unë edhe kur digjem ndonjëherë, direkt që e zgjidhe marr. Këtu tani ka marrë një lule mushkonje, që është kundra mushkonjeve, nuk është se para kam. Kjo edhe borzilok, edhe potanuhas, ka një ergjethja që i largon mushkonje. Borzilokun e ka marrë 2 lloje, tash po provoj këtë borzilokun italian. Që është me gjithet gjatë, për ky borziloku shqiptar, e ka aromë më të vogël, edhe ka më të koncentruar. Më perfekte. Pastaj këtu e nxjerrim prap edhe e bëjmë një pesto me atë borzilok. Borziloku shtohet në fakt. Më shumë është si punë antistres, unë e kam qef. Një ratisje nga rutina, nga përditshmëria. Zakonisht ne jemi mësuar bëj vetëm punë shtëpie. Lulet janë të vështira për të mbajtur, se këtu ka shumë diell. Me duhen gjetur lule që duhen fort. Po, lulet duhet u iten për ditë, kanë problem tjetër, disa thahen, disa duan më pakuj, disa... Kjo mbajtësja e pleut i bie të ke mbaj dhe lagështirën, në? Kjo mbaj dhe lagështirën që mos tahet shpejto, sepse unë shtëpia është me pamje nga dajte, që do të thot në lindje të Tiranës. Dhe duke qenë në lindje, unë dielli i mëngjesit më bie shumë, po imagjinoj tani që vjen vera dhe bëhet ora deri në 12 këtu, ka shumë diell. Mundohem të ul pastaj ato për bimët është mirë për zerzavatët. Kam eksperimentuar, në fakt, me brokoli kam eksperimentuar, salat jeshile plot, lule shtrydhe. Pra çdo sezon ti ndron fara fidanët. Salat, spinaq. Po, ndroj, kjo është periude e posaçme. Kam provuar edhe bamje, kam provuar edhe... Kam prodhuar edhe bamje? Bamja ka prodhuar, po prap nuk është prodhim që mund të të mbaj gjatë. Kurse këto janë, këto i merr, i mbledh, dalin lule tjera, po të shohësh edhe domatja, ku ka qelur, ku janë kokrat, ku kanë nxjerr të rejat, pastaj me specin, thash jam e kënaqur. Edhe fakti që e ka shtëpinë tek Pazari i Ri e që është në kontakt të vazhdueshëm me fshatarët që sjellin përdit fidan dhe fara të ndryshme, e ka ndihmuar Rezartën të shtojë njohuritë, por edhe të eksperimentojë me mbjellje të reja. Përveç kësaj, është lidhur edhe me agronom që i sugjerojnë teknikat e duhura të kujdesit për bimët. Puna e farave dhe fidanëve është çik problem në vendin tonë. Ajo është që këto kanë ardhur të kontrolluara këto fara, se më që po i mbaj pak të një farë dhe fidana të mirë, cilësore. Patligjana të mira, edhe kur shkoj në përfshatra që merr nga toka atyre që mbledh në spesë në domate, fara të sjell gjithmonë për t'i kultivuar. Pastaj kalja dihet që nuk është e jona, farë fidana autoktone. Përveç se terapi dhe lodhje, koha që kalon në përvazot e balkonit, tashmë ishte edhe në dobi të Morelit, djalit të saj. Shëndeti ti qëndron përmbi gjithçka. Perimet e pazarit nuk ofrojnë asgjë të vërtet, thot Rezarta. Eksakt ishte ajo pasiguria ushqimore. Pastaj djali një supë në ditë unë e realizoja shumë mirë dhe ky balkon në fakt e dedikohet atij se ai u bë sebepi. Plus që e kishte edhe vetë qef tokën, ne punuam dhe në terracë, mbollëm me shumë zerzavete të tjera. Edhe me pemë frutore në balkon dikur. Tani më nuk ekziston në balkon? Nuk ekzistojnë sepse dielli është shumë i fortë dhe i duhet patjetër një stre. Se i bie të harxojë gjithë ujin e depozitës pallatit për të vaditur pemët. Për të vaditur. Kështu që u detyrova që sipër
përkohësisht Sa orë të ditës të zë kujdesi? Se do në kujdes të veçantë për t'i pastruar, për t'i ujitur, për t'i... Po, zakonisht, gjysore është mjaftueshëm se balkoni 4 metra linar, është 410, nësë është një distancë shumë e madhe, po më shumë është ajo pjesa e parë, kur ti do ndrosh pleun, do ndrosh dheun, ajo të zë gjithë ditën dhe me thënë drejtën këtë radhë, më kapi një dhimbje mesi e latarshme. Se janë të rënda këto vazot. Se këto janë të rënda, zbritën po është, fillon merdhe, i hedh ple, i përzije, pleun e merë organik, sepse s'dua që edhe një kale që e kam të smur, mundohem të ruaj pjesën tjetër, pa i përkatur me I përdor këto metodat, Rezi, për shembull, kur ke një banane, than ato dhe a e thpleu se i bën mirë, ose çfarë metoda të tjera? Edhe në vazo, tek vazo aty, kam ruajtur gjethet, sepse ato i gropoz dhe ato... E plejojnë vëndin. E plejojnë vëndin. Për shumë me këto lëvoshgat e vezve që kam dëgjuar, i përdoren shumë. Po, i bëj alternativa, i hedh pak sheqer, kur speci smuret zakonisht me një miz që quhet marri gjetëve. Kam ato metodat e mia që i gjej sigurisht në libra naturale, me sapun, me kanel, me... Disa duan sot buke, disa duan... Po, çdo gjë naturale për të ruajtur dhe pak ato... Se ky është qëllimi në fund të fundit, mos përdorim asnjë pesticid. Megjithatë, lezeti më i madh niki është që kur ndahet një spec, po nuk është koha që nuk i ikën shtëpis ajo aromë. Nuk i ikën për gjatë. Pa leti s'kuqësh ato pastaj që çat hash. I krahason me ato të pazarit, ka një diferencë të madhe. Nuk, shia është ndryshë, është shia shumë e mirë. Po të është si gjithdo sezon, ndryshon edhe vazot, edhe në varësitë. Dhe i bëjnë mirë edhe dheu që të ndryshohet. Ndërsa më pyete për bamjen, bamja me vjetroj shumë tokën. Një nga arsyet që bamja është shumë e shtrenjtë në Itali dhe nuk e mbjellin, është që vjetron tokën. I ti të gjitha elementët organik që ka toka. Dhe duke qenë e tillë, unë e mbolla dhe pastaj hoqa se më dëmtoj çdo gjë tjetër dhe nuk më zinte më. Sa përqind të pazareve të ka kursyer balkoni? Kjo është për qef më shumë, sështë unë prodhoj, po salatën e përditshme e nxjerr kur është kullu. Dhe nuk është pak, Jo, nuk është pak. Vlen më shumë fakti që i ke provuar vetë. Një salatë e përditshme, të vjen ajo kënaqësia që pa haj një gjë të mirë që... Po. Dikur ke bërë taratorin për shembull me kastravecët e balkonit dhe me koperin. Me koperin. Koperi pas ka qenë plot aty vazo. Djali im ka qef atë forgesë me speca, shqyr speci prodhon. Po Tiranë dhe ai sa ku të shkojë. Kështu që edhe domatet, edhe ato i ka, ja për kollaja. Bukur fort. Në herë të ftillon edhe punë kjo, se kur s'ke gjë në shtëpi, me një pesto, pak hudër, një pastë. Ndërtohet një... Po këto janë qipujka, si s'po i dalloj do? Jo, këto janë zabak bar, lulja poetit quhet. Është lule pra. Është lule e bar, lulja poetit, nuk është akoma koha e kësaj, se këto qelin në fillim të dimrit, në fillim, të me thënë janar shkurt. Po është lule shumë e bukur, me e bardh, këto e kam nga gjyshja shoqes time, Gerta Hetës, që Gerta, duke qenë se ajo e shkreta ndrojrjet, ma dha muaj me që unë kujdesem për lule. Edhe kjo është lulja e nonës Gertës. Një përgjithësi më shumë akoma. Si kur më bajnë gjallë diçka. Vazhdimësin. Kur ti shkon me pushime ose nuk je, kush kujdeset për balkonin? Po, duke qenë se mami është komshia me mua, vjen mami. Unë kam dhe një qenë të cilin duhet kujdeset ajo, kur hiki unë. Po mami, ka këtë dëshirë, këtë pasion për balkonin e vetë? Mami ka qef lullet, edhe ka qef dhe lullet brëndshme, ka dhe t'jashme, po këtë e ka më shumë nga babi, se jam rritë me babi, ne kemi pas shpim private këtu ku jemi, dhe jemi rritur të dy bashku, me qef për tokën, ne kemi pas mbjell, me lëlloj zerzavatash, kemi pas shumë pemë, kështu që unë e dua tokën. Në vazo dritë këndore, ka salat kale, speca, tomate, panxar,
Në ato më të voglat që mund t'jenë edhe filxhan çaji, janë të gjitha erëzat e po ashtu edhe lulet. Si jam vis tironse, Rezarta na tregon pasionin për gatimin, çajrat natyrale me kombinime të ndryshme dhe padyshim pijen e preferuar të saj, hardiçin. Tani me zafir. Pëlqen shumë çajrat ose këto ujërat që janë detoksi. Mundohem që në darkë ta bëj me kurkume dhe me mjaltë dhe me limon, kurse... Po sot çka ke futur aty? Sot kam futur kanell, karafil. Se uji karafilit bën shumë mirë, sidomos për pjesën e zorëve, ginger, limon dhe nenaxhik. Kjo ka qëndruar përgjatë gjithë natës? Kjo qëndron gjithë natën. Dhe ti e përdor gjatë ditës. Duket se shtrëngova unë çfarë se doja ta tuntja. Okej. Dhe është e mirë sepse leqë është natyrale, edhe trupin e pastron, edhe e freskët është, edhe gëzuar të bëf mirë. Fantastike me këtë aromën e kanellës. Një ditë i fut barzilak, një ditë i fut selina. Gjëra po mjaft duhet rinë gjithë natën që ta lëshojnë atë esencën. Mirë është që po ta bësh pa bim të njome, ta lesh më shumë se 3-4 ditë që ajo të arrit të nxjerrë esencën e vet. E po ta shohësh edhe uji është erësuar për shkak të karafilit dhe kanellës. Ti jesh në një familje tani tironse, mos gjesh ardiç këtu? Ardiçën, pa. Ardiçë është fiksimi i jetës time. Këtë ardiçën e kam bërë me dëllinjë dhe me mall të egër. Mallën e kam futur sa për lezet, sa për të dhënë shi. Ardiçën unë kemi përdorur në familje, që herët, madje në Tirancit e vjetër, mbas ushqimit, se hanë shumë ballshëm, pini një gotë kështu, është tretës shumë e mirë, është pastrues shumë e mirë, mushkrish, veshkash, mëlqie. Do të thënë është si një katarsis, pirja e këtij ti bën katarsis trupit duke shplarë nga të gjitha. Dëllim pra dhe molle e egër. Tani, kur ti e përfundon lëngun, e mbush përsëri me të njëjtën apo jo, shton të kjo reja? e ka procesin kështu. 40 ditë duhet ri dëllenja bashkë me mollën e egër, bashkë e mbushur me ujë. Kur unë merr një broke, dëllinje, që e pi ardiçi, e të mësoj me një broke ujë. Dhe kjo derisa ngjyra të zbardhet dhe kuptohet që s'ka mbetur më asgjë. Nuk ka lëshuar më asnjë. Shumë interesante. Nuk ka mbetur asgjë. Po është shumë e mirë në fakt, është tretës shumë e mirë. Unë e kam zakon edhe natën, merr te koka krevatit gjithmonë një gokë, se më pëlqen dhe shia, vjen pak, është e gazuar, pak si e hidhur. Sa është sasia me ujë dhe me dëllinjë? Mjaft që kjo të jetë deri këtu, unë sa po ka marrë dëllinjë, të jetë deri këtu, e mbushur, gjysë për gjysë. Gjysëm ujë, gjysëm dëllinjë, ndërsa molla e egës është shtesë. Mollën e egër i hodha vetëm një grusht për t'i ndryshuar në çik aromë. Se molla ka aromë të mirë, faktikisht. I kam shef sepse në kuzhinë ato gjejmë përdorim. Ja, këtu do të ndalesha pak te kuzhina. Çfarë marrëdhënie ke me kuzhinën? Çfarë recetash të pëlqejnë më shumë? Je më shumë te këto tradicionale tironse apo i gësheton edhe me receta të tjera? Në fakt kuzhinën e kam pasion, unë gatuaj shumë mirë. Nuk edhe janë rastet rrallë kur unë haj drek jashtë, sepse më pëlqen fundjavë, po dal. Sepse më pëlqen të gatuaj vetë, plus që bën dhe gjëra më të mira në shtëpi, më të kontrolluar. Ne konsumojmë shumë mish me djalin, ne me fanse mish. Kështu që unë mishin e muzit edhe mishin e viçit nuk e ndaj nga menuja. Mjafton një të skuqur me gjatë, një sallat, iku dreka. Gatimet karakteristike, po, mundohem që disa gjëra që djali nuk më pëlqen, për shembull brokolin, mundohem t'ja edhe në qik krem qumshi, në qik pancet, e bëj në furrë edhe... Mua më pëlqen të dyja llojet, gatuaj, thash jam më shumë tek zarzavate dhe tek mishi, makarona, ai ka specialitet bën makarona me tonë, nuk është se i duaj shumë makaronat, me nëjë porcinë nëjë herë që mund t'i bëj.
Por edhe djali e ka qef kuzhinën dhe në këtë pjesë, edhe po se kam gatuar unë gjë, ajo është... Sa jon vetë. Isa jo. Është në gjimnaz djali, apo jo? Në këtë rrugtim të mëmësisë, si në rritje të një adoleshenti, në një periudhë të vështirë, sfiduse, në luftë të përditshme, për t'i bërë ata të paktën si vetja. Sa e vështirë ka qenë për ty ky rrugtim? Mendoj që jam në fazën më kulminante të adoleshencës. Djali është fëmijë i mbar, është gjithsesi ka krijuar kur probleme. Mëson vetë, gjërat i bën vetë, por si duket është tani është në fazën e rritjes, në fazën që ai është mes një të pjekuri dhe mes një fëmije që s'është ndarë akoma. Po krijon identitetin. Po krijon identitetin e vet. Ne shkojmë shumë mirë, ka ca momente që ai do t'i dalë e vet, ja kom ngul më shumë të pjesa që ka të drejtë vet. Por është djali mirë, jam e kënaqur. Çfarë profili ka zgjedhur në cilat fusha ka për informatik, është në një shkollë private. I pëlqen shkolla, po të kisha mësuar, i them 20 minuta më shumë në ditë, se ka i sa mëson, do kisha dalë gjeni, do kisha bërë gjeni, se ka paka shumë atë natyrën, është si mua, do të me një të lexuar e kap ato, dhe po çështja është derisa tule. Jam në fazën e mbledhjes së dokumenteve. Një libër i ri për Tiranën, po këtë radhë një libër më roz. Do shoh gjatë rrugës se si do dali, se është erë për tonë, sepse dokumentet jam duke i mbledhur, po derisa të kristalizohet dhe të shoh të përkthyera, duhet ta krijoj. Paka shumë e kam idenë se ç'do bëj. Një libër roz. E pritje. Qëndrojmë te libri roz dhe tek gazetaria roz. Çfarë lloj gazetarie është kjo në ditët e sotme krahasuar me atë periudhën kur ti ishe, si thua, një ndër nismëtarët apo themelueset e kësaj lloji gazetarie? Unë gazetarinë roz e kam bërë, është bërë në një kohë që kam qenë drejtuese, se kam pas gazetarët e mi. Ka qenë një kohë që kishte një kuptim. Nuk e di, mbase gazetaria roz mund të jetë nga të vetme që do e ketë gjatësinë më të madhe, sepse njerëzit janë thashët e mëgji, janë kurioz, dua din se çfarë bën tjetri me kë shkon, si ha, si piçer. Ai ka sfumuar pak Instagrami apo rrjetet sociale, sepse këto ekspozohen tashmë në për to rrjete dhe ndoshta kurioziteti është sigurisht që e ka dominuar Instagrami, rrjetet sociale. Megjithatë, siç ka edhe printin, siç e ka dëmtuar edhe printin, media digjitale. Megjithatë, mendoj që vazhdojnë të jenë kurioz, sepse sot lajmet hidhen edhe në rrjetet sociale, ato sigurisht nuk i tregojnë të gjitha. Këto persona që ne i quajmë VIP, tani punon dhe paparazzi, punon dhe gazetari të rrenit, që është vetë populli, i cili është i gatshëm të sjellë dhe të postoj video të personave VIP. Që në kohën që punonim në gazetë shqiptare, kjo gazetaria roz ishte në kulmin e saj. Kështu që kur ne bënim në koment, ka pas shumë, jo një, s'duhet t'i përmend se sa shumë ka pasur, që merrnin telefon. Ishte foto, në ishte titullin? Jo, ato nuk e bëja unë, ato merrnin besi ishe bërë. Mua më sillnin gazetarët informacionin, e kontrolloja në fund, e verifikoja foton me materialin, se unë ato detyrë kisha të redaktoja ato, dhe pastaj e nxirrej. Po ajo është një gazetari. Atëherë binte shumë sy, sepse ishin fillimet e saj. Gazeta shqiptare kisha për herë të parë drejtuar nga Carlo Bolino. Ishte një metodologji që erdhi e importuar nga Italia, kishte shumë sukses. Megjithatë unë kam misës, sepse jemi zënë me thika me njerëzit për ato, edhe gazetarët i kanë gjetur raportet, tim se sa problematika ka media në Shqipëri, me sa vështirësi përballet, me sa presione politike, presione ekonomike, presione dhe sociale. Psikologjike. Gazetaria e ka humbur pak atë fillin e vet, atë
ciklin e gazetarisë klasike, sepse duke u futur këto metodologjitë e reja e kanë dëmtuar median klasike, kanë dëmtuar lajmin e vërtet, atë që shkruhet. Pjesa më e bukur ose më frydhënëse e ditës është kur kam kohë për të lexuar 10 faqe libri, se është shumë e vështirë të përqendrohem më shumë. Në dorë kam një libër gravura nga Buenos Airesi, është një Roberto Art, që është një autor mix edhe gjerman, dhe shkruan gravura shumë të bukura, por që janë më shumë për tu mësuar, sidomos edhe nga gazetarët. Është një libër që mund të shërbej për të ndërtuar mirë fjalit e tyre, sesa për ta lexuar kollaj. Dhe është pikërisht libri i dur im, sepse me një reportazh të shkurtër, me një gravurë që është gati 7-8 faqe, unë e mbyll ditën time. Pjesën e parë të ditës e nis te balkoni, merre me ujitjen e luleve, të cilat ju ujit ose në mëngjes ose në darkë. Pastaj dal nga shtëpia, merrem pak me aerobi, pilates, sa për të mbajtur në gjendje veten, dhe fillon dita e punës, e cila është një ditë e gjatë, që vjen nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 4:30 jam në punë. Më pas duhet vinë në shtëpi të merrem me gjërat e përditshme, me ato që bëjmë ne nonat në gratë, dhe t'i lodh dhe hapësirë dhe vetësime për të kujdesur për mend që është leximi, një nga kurat më të mira të trurit është lexosh. Edhe 10 faqe në ditë nuk e kushton asgjë askujt. Pastaj kur jam me tim bir, mundohem të shohim një film së bashku, për t'i dhënë edhe për të krijuar një atmosferë, bëjmë një kokosh. Në dimër pastaj është mrekullia se ndizet soba dhe këllëset gështenja, aq shumë, dhe ne ndjehemi, unë e kam shumë qef sobën, është një nga ato gjëra që më ka ngelur nga fëmijëria ime, dhe këtu e vura sepse s'mund të jetoj dot pa ato. Të favorizon dhe pozicioni, Rezartaku? Po, sepse duke qenë në katë fundit, e kam shumë kollaj ta kem, dhe e kam planifikuar që në ndërtimin e pallatit atë që, kështu që është nga gjërat më të mira. Dimri është i bukur, dimri pa gështenjë, çik çaj mali aty, edhe në got verë, pas herë, kështu që sistemojmë, rregullojmë dimrin.